Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria. Shikues të nderuar të podcastit Tonight, faleminderit që jeni bashkë me ne edhe sonte. Natyrisht ky podcast realizohet në Prizren, një qytet që tashmë është shndruar në një multiforte të festivaleve. Ka shumë festivale të mëdha ndërkombëtare, ka festivale lokale, ka festivale për fëmijë, ka festivale për tritun, ka festivale të filmit, teatrit. I teatrit me ambiente të hapura tashmë ka filluar. Ka 3 vjet që realizohet edicioni 3 ose si vjet që realizohet natyrisht në mbikëqyrjen dhe në patronazhin e kryetarit të Prizrenit Shaqir Totaj, po jo më pak ka rëndësi që mund ta them që shumë më shumë ka rëndësi festivali Rock and Blues Fest Prizren, që kësi vjet shënon edicionin e 3 me suksese të jashtëzakonshme në 2 edicionet e para. E unë kam kënaqësinë sonte për me diskutu pak për edicionin e 3 dhe natyrisht edhe sfida dhe pjesë më të bukura të organizimit, se është shumë kollaj kur ne shkojmë aty një natë dhe dëgjojmë, po asnjëherë nuk e menojmë se çysh mbrin ajo skenë madhështore aty, çysh mbrin ton ato bende të mëdha të jashtëzakonshme, çysh mbrin ata njerëz nga gjithë Kosova edhe nga gjithë rajoni, se është festival rajonal, nuk është vetëm i Prizrenit. Vetë prania e bendeve të mëdha e ka udhëzu, natyrisht edhe e ka bërë atë lidhjen e vet, dhe në kohën kur po mendojmë që muzika e mirë ka vdek, respektivisht rocku po vdes, kryetari Shaqir Totaj me një ekip shumë të madh që e ka pas, me drejtorin Hekuran Gashi që e realizon këtë festival Rock and Blues Prizren, arrin ta bojnë një sjarrisht, nëse mund me thonë një ngjarje shumë të madhe për Prizrenin, dhe jo vetëm. E kemi pa edhe natyrisht gjatë realizimit të 2 edicioneve të para që ka pas me të vërtet shumë frekuentues, shumë rocker, shumë njerëz që nuk e dëgjojnë rockun, po ngjarja e madhe gjithmonë të rreth si magnet, dhe ja ku e kemi shumë afër qendrës Prizrenit, në një vend ku nuk bën zhurmë shumë. Natyrisht ka disa lagje që mbase mund të ankohen pak për shkak të distorsionit të tupanave, po është ngjarje e bukur. Megjithatë ka fjalë të mira shumë, dhe ja ku jemi sot me Hekuran Gashin për ta diskutuar Rock and Blues Prizren Festival, që është shumë i madh dhe dita ditës kom përshtypjen që ka më bë gjigant. Hekuran, mirëserdhe. Tole më roma, faleminderit për ftesën shumë. E thash, jo pa hiri, e thash që është shumë kollaj na kur vim aty, e marrim një pije dhe shëtitëm, dëgjojmë muzikë, është shumë kollaj me pa festivalin e realizum. Qa ka qenë mas sfiduese gjatë këtyre 3 vjetëve, gjithmonë të u bazu të edicioni 3, se i mur kohë më festivali? Unë fillimisht po du me plotësu që të hymjen tonë, se kur është kriju ekipa, kur e kemi kriju ekipën, kur është bo secili njeri me pas pozitën e vet, kur e ku marrën e përgjegjësinë dhe detyrimin për me qenë drejtori i festivalit, ekipa më vetëshin mu më pyetshin, a keme pas emocione se ku me tro me dol në televizion, në radio, atë qysh kime konë të që të sfida media, edhe unë nuk është që e kom pas në farë qëllimit caktun me dol në televizion e në radio, thash ati shka, së është në farë big deal, hajde që unë e bëj dal, po edhe për një me që ato 2 vjet e para, për asë një moment që kom pas në dojtjen pse po dal në televizion e në radio, po sot po nina pak ma emocionun. Po ta thamë edhe arsyen, se pikërisht si vjet, po nis për venit ku mahet festivali, po nis për Prizrenit, edhe intervista jam e parë, edhe promovimi i festivalit po nis prej Prizrenit, e që mohet Prizren, e bëhet gjithçka në Prizren. Dhe të na vinë tjerë në Prizren, ama po nis prapë që duhet. Vitin e parë nisi prej Shqipnisë, për shkak të bashkëpunimit që e patëm me Unionin e Bashkive Shqiptare me Andreula Kambën, të cilën e falenderojnë edhe sot. Patjetër, dhe punë e madhe u bë shumë. Punë e madhe, mani viti 2 e nisëm vetë, po prap është dash Prishtina më në mund si media, edhe unë nisë edhe prej atjet, e së vjetë po nisë për Prizrenit, edhe është një kënaqësi e veçantë, edhe emocion, tash sot pas të emocione. Po, shumë është interesant se podcasti bëhet një TP, edhe koncerti, festivali i madh, Rock and Blues Prizren Festi bëhet një TP. Bile
hiq më larg se 50 metra prej studios. Si ka as 50. As 50 si ka, kështu në vija erore, është me të vërtetë si e madhe. Për mua si rocker, jon 3 ditë të mëdha ato ditë. E ki pati 2 edicionet e para që unë jam në habitatin tem aty. Po shumë interesant që sa kohë dhe çfarë resurse ju ndosh për me pru këtë festivalin këtë nivel. Toni fillimisht na kur kemi nis rrugtimin ton, për neve ka qenë pak më e lehtë për shkak të qysha përmena, e kemi poshtë në bashkë veprim me Unionin e Bashkive Shqiptare dhe ka qenë ndërmjes e madhe për neve, sidomos në aspektin e logjistikës, e përpilimit kontratave, e qytetëve gjonave që për neve kanë qenë pak të panjohura, edhe So shkollaj me komunikume një bend të madh. po normalisht edhe kemi pas çat ndërmjes të madhe edhe për neve filloi me u bë më e lehtë kur e kemi marrë një farë përvojë për atyve. Po ne ata vitin e dytë nuk ka normalisht se keve që më na dhon vitin e parë pak përvojë edhe fillum vet, edhe ja nisi më na kap ma shumë stresi, ma shumë punë, ma shumë probleme, është pak e vështirë, po kur pikimi tonë që tani që po na ndihmojnë, tani po na duket bollë lehtë. Çka ka shumë të veçantë festivali është që është hyrja është falas. Shumë bende e prekin atë skenë. Ndërkombëtare, vendas, si vjet vendas ka me pas pak më shumë, që është edhe më interesant. Po çysh është e mundur, ç'po funksiononi pa hyrja, ose kjo strategji apo qëllimi është me mbajt festivalin pa bileta? Jo, qëllimi është festivali dikur më bë me bileta, padyshim që është një qëllim. Imponohet natyrisht. Imponohet për shkak të bendeve që na tentojmë me pru prej vitit në vit. Pse nuk e kemi bërë deri tash, edhe pse prapë për si vjet pa bileta? Ja, është që kjo përkroja madhe sidomos për komunës Prezrenit, për kryetarit Totaj, edhe për bizneseve që veprojnë Prezren, e që secilin që e kemi dhënë telefon nuk ka ndodhur asnjëherë me na kthy mrapsht për mos mbështetje, po edhe bizneseve tjera të mëdha të Kosovës, edhe realisht na po jemi me shpenzimet tona dhe me harxhimet tona, po jemi çaty, kështu që e bëjmë për momentin, e bëjmë për kulturën, e bëjmë për pasionin tonë, për komunitetin, edhe nuk është që kemi interes financiar të madh për me bë këtë punë. Le të shkon kështu deri në momentin që neve na imponohet për me pru bende të mëdha, me kriju një hymje caktuar viteve tashme. Unë po besoj, faltoni, po besoj që na shtash viti i fundit përpara. E ka të vetën. Sigurisht që edhe unë si frekuentues i jashtëzakonshëm i atij festivali kisha pas mundësi me pagu një shumë normale. Një shumë normale, po flas, shumë normale është edhe 50 euro trineta, se është do të flasim për Dirty Loopsin që kena pas vjet. Një band, po të kallëzoj detën, unë e ndigjoj ata në baza ditore. Ka 10 ma shumë vjet. Domethënë kur kom bë foto me ata, jam drill si me pas ofër James Hetfieldin ose Lars Ulrihin të Metallicës. Çaj nivel ishte, domethënë, po ta them sinqerisht, po ideja është që unë jap 50 euro pa kurfar problemi nëse që joshja e madhe. A do të ketë bendet mëdha si vjet, a mundemi me cek ndonjërin bile? Po veç disa janë. Se herët është halo me fol normal. Jo, herës, po, pak herët na me fol për bendet. Se është me 11, 12 po 13 korrik si vjet. 11, 12, 13 korrik. Keni me po e kuroni edhe media tjera, sigurisht. Në Shqipni ka me qenë një 7-8 intervista, veç i ka të konfirmume. Në Prishtinë sigurisht e ka vendin e vetë festivali, kështu që pa diskutim. Është jashtëzakonshme mbështetja që na ka dhënë media, dhe do të për hir të korrekcisë me thonë, është jashtëzakonshme secili televizion, secila radio që na ka dhënë Kosovë, sidomos vitin e parë, kur na jemi halo të panjohun se çka po dojmë me bë, dhe kush jemi, çka po dojmë me prunë treg, edhe ka qenë jashtëzakonshme. Nëse kisha më kthy te line-upi, na e kemi publiku toni disa prej bendeve që janë veç si vjet pjesëmarrëse, jo krejt, ka halo më të mëdha se çita që janë publiku. Stanley Jordan është publiku i pari, një ikon legjend e gitarës e për madhe. Edhe për aq më tepër, për aq më mirë amerikan. Kështu që na vjen Stanley Jordan Quartet, jashtëzakonshëm, ku më bën një pjesë të Jimi Hendrix Show, edhe një pjesë të vetën normalisht. Një tribut i Queenit jashtëzakonshëm më i mirë në Evropë për momentin, që është Queen Mania e Italisë, edhe sot veç e postum Elitën 5,
Elita 5, s'pedi shka me full për Elitën 5. Metallica e shqiptarëve. S'besoj që ka nevojë për fjalë. Metallica e shqiptarëve. Edhe një band që unë e kom pas për qefi gjithmonë, e që nuk na u ka bo me performu vitin e partë, unë ti pak e din rastin e Naser Gjenocit, Minatori është si vjetë, Minatorit e kemi konfirmu edhe vitin e parë, po manej ditën e performancës për fat keq që ndroj jetë nana. Edhe më thire mund telefon, tha e kuran, zbota me ardhë. Edhe më kam jetë pikë prej atire se dyqysh të isha, s'të mu bo, adin, ata janë ikone e skenës, legend, edhe të isha adin qysh, po mos po dohet na janë e viktimve, mos po prishet grupja, 2 vjetra, s'dojnë me bo, mona është ta heq, s'kena me i pas në festival, po jo, si vjetë me kismet, besoj jo, po ata janë të konfirmun që kanë me ardhë, edhe mingu, tamam që ashtu qysh e meritojnë. Është një pjesë aty derisa po vjen publiku. Publiku është shumë normal. Vendi është tepër i madh. I posaçëm për koncerte aty. Skena mos flasim, është madhështore. Na rritet edhe pak skena si vjet. Si vjet, apo rritet edhe pak? Në çdo përmosë? Besoj fuqishëm që si me përmosa që i kemi si vjet, është skena e dytë më e madhe në Kosovë mas festivalit. Ku rritet skena, rritet edhe zërimi. Zërimi, nashta zërimi është njëjtë me festivalin më të madh në Kosovë. Shumë i sofistikuar. Besoj që kemi dhënë shumë rëndësi, është i vetmi sen që na nuk kemi kompromis toni, të zërimit, të skenografia është nuk bojmë marrëveshje. E vetmja gjë që duhet aty. Po veç ato kemi në mendje për ton vitin, si vjet është nëse më lejohet me potencu, adin kështu nashta ata që merren sound inxhinierët e din më mirë se unë, adin se unë jam pak lajn këtë pjesë, po janë 48 lajna reja. Janë 30 dual bassa. Lajna reja janë ato që vinë kështu. Janë 48 njësi qasi, një 30 dual bassa, një 250 njësi ndryqim. Ata që ju kisha propozu me ardhë. Nëse doni me po 2 herë me dëgju Pulsin e zemrës. 2 herë, do më thonë. E dëgjon edhe atë tondin, po e dëgjon edhe basin. Kjo është lezeti i muzikës live, që shumë faleminderit për juve që s'peleni me vdik. Shumë faleminderit. Me gjithë respektin për festivalet tjera. Live është muhabet tjetër. Live ju e dini sa ka procedur mu zëru një band. E se cili band i ka këto karakteristikat e veta. Se cili band i ka setupin e instrumenteve ndryshe. Nuk është veç me dal një këngëtar aty me... Bendi i parë që del, i fundit bën sound check, që mos po prek në sen, mos po prek. Absolutisht, do më thonë, është... Kom qenë pjesëmarrës në përgatitje, është madhështore. Edhe ajo pjesë, po a keni diçka drejt sa vjen publiku, dhe sa fillojnë grupet, si vjetë? Qëto pas ke marrë vesh në dogat. Jo, po më intereson se ka nevoj për qatë pjesë, se aty fillon veç neja. 1-2 orë për para njerëzit po vinë. Po vinë se atmosfera është, ambienti është i tillë. Tonë Woodstock është. E kemi menu këtë pjesë, edhe kemi menu në detaje shumë të vogla, shumë temta që me pas një arsye pse me ardhë, edhe hala pa përëndu dielli, me ardhë edhe me shiju atmosferën festival, edhe janë do emna shumë të interesant. Nuk janë DJ tamam, janë DJ të veneve të veta, që bojnë muzikë për qefi, që lëshojnë muzikë për qefi dhe për shoqnin. Unë s'kesha me bo publik se halos si kemi detajizu krejt senat. Meranci është që pjesë po në po besoj që... Kena me pibira dhe në qatë ko. Po besoj që edhe prezeni, po dhe Kosova ku muhabit me ati din tunë, se shka kemi mendu që fillimin e se cilës natë festivalit. Bravo se filloj pak me... Ta që njëse emocioni ma shumë. Emocion. Se është afru, është koriku, është shumë ofër. Gjithsesi kemi ko për intervista sa dush, po organizimi a ka përfundu komplet? Line-up është mbyll, edhe është një... Edicioni 3 është shumë i rëndësishëm. E kemi një strategji bashkë me ekipën që line-upin e përfundojmë tonë në fund janarit maksimumi. Dhe më dhe fundi se cilit janar, se cilit vit, neve në zërë me line-up përfundun. Një sen që në ndodhi e që kisha pos qef nështë me potencuar se mas jo përmbyll krejt, patë më në orë një super band. Led Zeppelin 2 prej Chicagos, tributi ma i madh në botit Led Zeppelin. Nëse s'gaboj ata kanë lidhje edhe me Jimmy Page-in, Robert Plantin kanë lidhje direkte, edhe me një farforme janë official tribute bandi Led Zeppelinit. Edhe kur e gjetëm u gëzun krejt, e kryum kontaktin, e firmosëm kontratën,
e dham depozitin, edhe u kry edhe ja nisën me na bo ata presioneve kur kene më na publiku, realisht ishte hera parë që vinë në Ballkan, se në Evropë ata veç performojnë, Sigurisht. jashtëzakonshëm prej Chicagos krejt, edhe veç kur e posh me një mëngjes, merr një email, ta anullohet komplet turi 2025. Edhe neve s'na kishë ndodhur që 3 vjet, më na anullu dikush datën, wow, çka ndodhi. Gjuna, atë. shumë gjuna. Po ata e kishin pas një rast vdekje, një antarit grupit, Oh, edhe mani edhe univa pak keq. arsyetimi i fortë. Edhe univa pak keq më u kthy, edhe s'disha çu më u kthy emailën e atë tu fol edhe me shikat edhe me djemtej. Ka dole me dyqysh çka na ndodhi. Na zonë shumë tragjike, e shumë tragjike atë pjesë. Na shtat të nesër më ndeshëm me postua, deshëm me dhoni mi koja që qyra kush po na vjen, din? Edhe po anulus, s'ke kismet. Po besoj që në 2026-ën është me siguri. Mas i kanë pranu njerë ata vinë prap, po Jo, arsyen e pas kanë Kërkesën tonë e kanë emaila që i kemi shkëmby mas ne kërkesën e kanë të qartë në 2026-ën bëhet festivalin aty më kanë aty. Tash nuk është më as pyetje çmimi, se i ke edhe unë jetëm telefon edhe me emaila edhe pa seriozitetin, se s'po flas më për ata për sillet e tyre menaxhmentet që kanë të jashtëzakonshme. E që po vazhdojnë më konë të jashtëzakonshme edhe tash. Ata janë okej. Po tani tutën të veta. Janë ma për toke, na jemi pak që komplikojmë gjona. Shumë e vërtet. Se shumë o kollaj me goja është për komunikim më burë. Përveç me hangër bukë është edhe për me komuniku. Që në dallojnë Me kallëzune i sen. prej The Dogs. Bo, është shumë më rëndësi, a ka evolu që to 3 vjet festivali, edhe sa është më rëndësi, të lutem edhe kjo më intereson shumë, a ka evolu edhe sa është më rëndësi mbështetja e jashtëzakonshme, unë i thom krye rokeri i Prizrenit, kryetarit, se është roker i jashtëzakonshëm, edhe djalë intelektual, ato i madh si person, jo që kryetar, po është i rëndësishëm edhe për komunitetin, po edhe për Prizrenin. Edhe mbështetja komunës Prizrenit përgjithësi. Por i madh nuk besoj që është më i gol shumë se unë, se luajm basket kanë njerë bashkë. Malsia është tjetër kur motët. Jashtëzakonshme ashtu unë kam mbështetje, unë po besoj fuqishëm që momentin që nuk mundet kryetari më na mbështet komuna, kryetari ka me qenë gati e pamundur me u mbrojt festivali. Jo vetëm për shkak të mbështetjes financiare, po edhe për shkak të mbështetjes logjistikës që na japin, edhe krejt sanave tjera, si komunë, si person, edhe kanë herë atin që thujnë plesht babën është me pos gjallë, është interesant se e vetë edhe njën sigurt. Qashtë. Atin E kini kratë fort. Hez e bon një hez dikon edhe kthesh e pyet babën dhe babë mos gabova. E unë kisha me potencu këto. Na këtë ekipa e kemi një mbështetje të madhe se që kanë kthehemi thojmë kryetar mos a jemi mira, na vjen ajo siguria e tij, na vjen kritika e tij, na vjen këshilla e tij, se realisht jemi një ekip shumë e re që po bëjmë diçka të madhe. Tash po e them pa modesти. Po e them pa modesti. Po ta them sinqerisht, pa modesti po ta them edhe unë për arsyetoni atë mbështetje. Ato çka po shohim tash na kur po vim ato trinet, po është madhështore burr. Është madhështore, nuk po them veç unë, po na thonë edhe miqtë tonë që vinë te Prishtinës. Vjet për shembull Dirty Loopsi në skenë ishte një ngjarje e jashtëzakonshme. Nëse s'keni dëgju Dirty Loops, veç kërkojeni edhe shihni cili band ka performuar të na 3 persona me një ekstra mysafir mrena. Ishte të Dirty Loopsi veç ishte ajo pika kryes orgazmi shpirtnor, domethënë që e mbuloi çdo lloj të arsyetimit të mjeteve edhe logjistikës edhe krejt fuqisë që e keni dhënë aty. Edhe ju kom po, domethënë natën e fundit, në fund mo ju lëshoj krejt vode. Që ajo është ai lezeti kur unë të shoh ty të lodhën. Natën e fundit, në bendin e fundit, kur ti thu, this is it on njeri. Na realisht natën e parë kur ja nis, e shohim çka po ndodh, edhe që aty shlirohem pak, çka do që ndodh më është gjithçka i përket veç rastësisë edhe çasoj që na muna me reagu për momentin, po ajo ndodh, se është gjithçka lajm, gjithçka e prekshme. Arsyetosh çdo sen. Po arsyetosh çdo sen, kështu që si t'ja nis festivalin e vështirë. Se tashmo çka do që ndodh, bëhet, atë u kry muhabeti. Ojtrole. Dirty Loopsi keni emër jashtëzakonshëm, e unë prapë falenderoj Edmond Shishkën, djalin e Prizrenit që na ka ndihmuar për me i prun
në Kosovë. Saksofonist, muzikant. I jashtëzakonshëm, as Djali pori djali Shaderonit. mirë, djali Shaderonit, ajo se një konsuediti edhe në tuni edhe na ka ndihmuar dhe ka bërë të jashtëzakonshme për me pru në Kosovë. Unë para një muaj e kesh në me një Panair festival në Tiranë, edhe e prezantuam festivalin edhe kur secili një regional ka aty, kur e tregojshëm ku shkon aty, qysh Dirty Loops që ka në Kosovë. Edhe tash më vike një herë mirë që kemi arrit me puta tani vike në dhe thesha, Pse se kanë ditë? se kanë marrë rreshë s'kanë ardhur. Domethënë ke pak paradoksale kjo punë, po unë isha mirë kënë e kena pru, po unë isha me i natë qysh s'pas kom arrit na me Kjo depërtu në natyrisht Tiranë, to rregullon, Shqipëri, to rregullon me një PR të mirë rregullor. Me vite tashme se kur ta bjem Dirty Loopsin. Por si band është unë e top pas në tash Evropë. bende më të moja. Queenin, tributin që e ceke. Është bend i jashtëzakonshëm. Bend i jashtëzakonshëm që këndojnë Freddie Mercurin, këshyreni në YouTube, edhe keni me pa në prezent. Kur jena te prezeni, a është ambient prezeni për këtë festival? Edhe pse bash prezeni, pse nuk shku në Prishtinë me bo? Prezeni o kryeshteti i festivaleve. Skaf, nuk dyqysh nuk të gjallë as një qytet tjetër gjësim për me bo festival si Prezeni. Unë e kom potencua disa herë toni, ne jo kemi bashkangjit festivaleve të mira të mëdha që më në prezent. Edhe se cilën herë na munu jo mi kopju, se janë se cili rrujme ndryshme, nuk është që kena lidhshmëri me njëri tjetrin për ka destinacioni jonë, po për ka përvoja e na munu me njek se cilin festival në prezent, pa modestim, Dokufesti është njëri për top festivaleve në Evropë nështë. Kanë arrit me bo atëherë kurse kena ditë çka është festivali gati, e me majt 20 kusur vjetë, e shumë festivale tjera që janë prezent, edhe s'bohat me tjetër kondiqysh, që to kanë shkolla par, shipe e muzikës, që të janë kanë rockera tamam, tash me travisalit pak po i dhënduan se ata po dhe me marrë prej matën e rokit, po Mirë, edhe ata. i presim edhe ata në festival. Sigurisht po. Edhe pejon t'jon Edhe pe janë pa tjetër, edhe edhe pe Prishtina janë. ka pas rockera, po prezeni e ka një ambientin e ka. Ambientin e ka grotesk edhe roku flank këtu. Para më duket Pekina dhe kryetarin pak marokere tani. O shumë me rëndësi. O shumë me rëndësi me pas majën e piramidës që ta përkroni një projekt, se për ndryshe në vende tjera pa modesti tash pe lavdojnë na prezenin, apo thon vende tjera ka gjithkund ka pjesë trashëgimisë, apo thon. Po nuk i përshtatën. Jo pa i rjetë se ka dhe me ardhin e kryetarit Totaj ka filluar dhe festivali madh ndërkombëtar i teatrit me skena të hapuna, domethënë që është e pa me ndonjëra, domethënë janë dy festivale shumë të forta në mandatin e parë të kryetarit Totaj. Patjetër që duhet me falenderu, patjetër që duhet falenderu gjithë ekipin e kryetarit që janë shumë të dhonën këtë pjesë. Drejtoria e Kulturës, Drejtoria e Turizmit shumë i mbështet iniciativat inovative. Pikërisht kjo për çato që thash, edicioni i tretë, se njeri që se ka për një me, edicionin e parë e kryen edhe shkon shtëpi. Priton mi se është e vështirë shumë. Është e vështirë më bo festivali, po ky festival përcilësohet si më i madh i këtij lloji në Ballkan. Cilat janë përshtypjet e publikut edhe bendeve ndërkombëtare që po vinë? Se ti rrin me ta, takohesh me ta, nënshkruan kontrata me ata. Kur e kemi bo herën e parë, është dosh me ja spjegu se cilit, shka jemi të dosh me bo. Unë pe potencoj një rast, e kom thirë Petritin e Gjerikos. Edhe thash, Petrit jam me Korani. Rustën ton. Edhe i thash, Petrit jam me Korani, qështu. Edhe ai me di qështu apo, thash, kem me bo një festival. Qiti zhondri, qito kem me bo, qika që është skena, që kjo është qështu, edhe u morën vesh. Mas një javë, mas ju morën vesh komplet. Thirë tha Korani, tha na jep një parët. Edhe me merë pak çudis se kisha pse adin po ma bon qitë pyetje, ose 2-3 ne janë prezent janë mojta, na kanë dështu. Nuk i kanë dështu për kana financiare, po i kanë dështu që s'kanë arrit me majt. Edhe kur erë Petriti në festival, se çfarë bendi, janë jashtëzakonshëm edhe. Tash unë mendoj se prish ata mengu, po. Ai kur erë me bo soundcheckin, kur e ka po skenën, kur e ka po nivelin e organizimit, tha më fol, tha që të kënë qenë telefon, mos të hep as parën dash. Ajo është djali mirë. Jo, e ceka me qëllim toni si rast se nuk e kam besu edhe artistat që mundet me u bo një festivali për mosave të tilla. Edhe ma ne me ardhen e bendeve të huja, veç e ka përmirësu e ka rrit nivelin. Edhe i kaloj pritshmërit.
se njeri shkon step by step, ju stortin e keni pas të madhë shumë. Po tash që i noti stortës për në lenë më nalë më mdogët. Po qatë jo lezeti. A është festivali tash pjesë e rjetëve ndërkombëtare të festivaleve? Po, Posaçërisht në Evropë? sigurisht që po, kemi kontakte direkte me disa menaxhmente që kanë fut në agjendën e tyre si festival ndërkombëtar. Kjo ka ndodhur për shkak të temave që i kemi pasur dhe për shkak të nivelit tonë që kemi arrit me kriju lidhje, sidomos në Ballkan edhe pak më shumë. Festivali e ka marrë nivelin që na kemi dashur me mrin ashta në 5 vjet të ardhshme, për momentin është aty, edhe të ju falenderu secilit antar të ekipit që ju konë deri tash, edhe vazhdon me u konë, po për shkak të emrave që i kemi pru, ka qenë jashtëzakonshme, nashta kemi arrit me pru emra bajagit të mëdhaj në vitet e para të festivalit. Bile si vjet është një emër bajagi i madh. Prej, bile tregona kontinentin, shtetin? Po na kemi fort dyqysh jena të lidh me Turqinë. A prej Turqisë po vjen bendi? Po, edhe është një pjesë që na kemi lobu shumë, edhe kemi insistu shumë me pas një band madhëtor. Edhe i bendi madhëtor, kënë zdu të smoj me përmen, edhe pak për shkak PR-it tonë me i respektu se cilët të ekipës. E respektoj. Nashta ma i madhi është Main bendi. i zhanrit trokut normalisht, jashtëzakonshëm. Muj më të kalzu ty mro paka mira. Ja, mos më tregoj hiç as mund është lema dhe mu surprise. Se dhe unë jam pjesë e komunitetit, du marrë me shokët e mi, me po befasin o burr. Po përmendëm bendet ndërkombëtare shumë, përmendëm Minatorin, Elitën 5. A ka vend ky festival për grupe lokale? Toni, një grup lokal që s'kisha me qytë bashkë lokal se secili prej tyre ka arrit me dal edhe jashtë prezenit dhe jashtë Kosovës, e që halos s'është postu edhe unë me përmen është Beska. Beska me krejt klikën e vetë, Besmir Shishko, Company, Gjemil Gjini, Paja, Fatlindi, Artani, është një komplet një prezent all-star band që ka me performu, nuk e di qysh kanë me u prezentu ata për hit koreksistas, po e thëmë, mu mu prezentu se cili veç me emra, po është një përmbledhje se cilit artist që ka kontribu për rokën prezent, edhe kanë me performu në natën e parë si bendi hapsi festivalit, edhe me ta e jashtëzakonshme. Ky ko kaloj mi mirë. Po e jashtëzakonshëm bashkëpunimi edhe niveli që kemi mri për me pru një grup të prezenit në qatë skenë. E bukur është që aty prapa skena shumë lidhen bendet me njëna tjetër. Hapin dyrë, hapin dritare, hapin rrugë për njëna tjetër. Se ai finlandezi Samuel Federley, po, një kitarist i jashtëzakonshëm finlandez që më kalon përshtypje shumë, edhe me stil vizual, edhe me stil tromës, ishte i jashtëzakonshëm. Ai do t'jetë në festival, si jemi në Facebook dhe diskutojmë ko pas kohë në Messenger, ai do me qenë pjesë e prezenit sa atë herë që mbot koncerti. Njëkohësisht ka shpreh dëshirën me iftu disa bendet prizrenit në Finland. Po, vërtet. To jona ato dritaret e mëdhaja, shërben edhe si trampolin, që është seni kryesor. Në kohën kur e thash në fillim të emisionit, në kohën kur muzika e mirë, po qalon, mos të thëmë po vdes, se ka njerës që dëgjën muzikë mirë. Nështë veç pak flejt është. Flejt është, po, a e ka rezikun e vetë në qëtë periudhë, në qëtë etapë ku po jetojmë, në qëtë kohën e që i thot lartë hoxha budallëve, prostitutave, idiotave, me majtë, që si festivalit nivelit intelektual. Toni, atin që kësha lidhune, neve na vetë ofrohen bende dhe na vetë ofrohen njerës që na thonë atin qysh merre X artistin, mos të përmeni emra se më keq kuptu, merre X artistin se ki me dhez. Merre, që se ky ka pak lidhe me rock, merre këto, ky vjen me bend dhe bën e diqysh se ky ta mush. Nuk është qëllimi jonë me mush festivalin me njerës e mos me di shka bëngoj. S'ka qenë kur, as s'ka me qenë dhe isa që kjo ekipe o dheq festivalin. Kemi tentu me qu prej gjumit dhe shka që është flejt. Tash roki nuk është bashkë qatë qëtë qysh pëthojnë, as bluzi, po kemi tentu pak me ngjall. Me ngjall si zhanër edhe kemi me vazhdu jo me komercial. Respekt për se cilin artist që është mënu me bo rock edhe është mënu me shfaq vetën si band, e ma ne ka deviju në komercializëm që s'ka kur gjë të keqe,
po na s'kemi tentu me artistat të tillë me i pas në festival. Për asnjë moment. Janë vetë Është i profilizum. Po, janë vetë ofru, tash mos ta bastardizoj që artistat maj nuk është vetë ofru, po janë kanon njerëz që unë një drejtonin. Po. Drejtoni është super mega Qartë. emër në shqiptari. Hajde e bojmë me këto, se ky vjen me band, po jo, s'kemi pranu. Nuk kemi tentu për asnjë moment, as kemi pranu me dal jashtë konceptit tonë. Që kjo ka një ideja edhe me bendin e madh që e përmena, për asnjë moment mos më na deviju koncepti jonë. As me improvizu, as s'ka po, improvizim. as me bo, do më thonë, lëshime në aspektin e cilësisë. Ky është Rock and Blues Festi. Shumë e Ky është vërtetë. Rock and Blues Festi, që nuk bon kompromis me cilësinë, edhe nuk bon kompromis me improvizimin, domethënë. Në dy sene s'po vojnë. Po, dy senet kryesore, shumë të mëdha. Çka është ëndra apo gjote e Kuranit me ekip e Prizren Rock and Blues Festivalit? Me bo festivalin me bileta. Tash jo për anën financiare, po me shtiqe dhe njerëz me pagu himen edhe me pas bilet. Jo, po bëja i gare. Është një ëndër që na po dojmë me njek toni për me mri nivelet e njën e festivaleve të mëdha që janë në Evropë. Se ka shumë festivale të rrugët, që as nuk e dim që janë e që i mbledhen ka 100.000, 200.000 njerëz. Për një 3 ditë. Është një ëndër e madhe juna me i mri një nivel që s'ka mujt me mri as një festival që mbot në Kosovë, në Shqipni e Maqedoni, po besoj që ka dale kemi me shku qasoj rrugë. Po dojmë me mri, e kem një qëllim të caktun, nashta s'kesha me thonë që qëllimi jonë është qatje, po është një farë destinacioni që bedim na ku po dojmë me shku. Një pikë është. Është një pikë. Nuk është veç ta shohim çish po ec. Jo, s'po dojmë me po qysh po ec, jemi të punu. Ndoni emën i madh. Pe egzagjeroj i çiftit Metallicës, Panterës, Alice Cooperit. Ata në perëndim tash po gjithsesi kanë mundësi marr John Bon Jovit ose të Billy Idolit ose. Do më nxjerr këtë llafën ndogot. Jo, po a diskutu ndonjëherë, sinqerisht po më intereson. Kemi pas kontakt direkt me Europë. Kontakt direkt me Europë. Tash nashta pak që me bëj, pak këtë që me bëj publike, Final Countdown, Kerry, e të tjera, do më thonë, Final Countdown është. Veç muj me i me këshyr sa views ai ka dhe tani ose Ikon, nuk është një njerëz se një Final Countdown. Monumentale. Kemi pas kontakt direkt për fat keq tonin, ata janë në 15 korrekt në Itali, edhe nuk kanë mujt me ardhë, nuk ka qenë çështje financiare ose s'po dojmë me ardhë ose diskutuar ardhi aty na? Po, edhe është diskutuar për mesedit. Domethënë e kemi kemi një raport shumë të mirë me Edin, prapë është diskutuar. Për sot unë jam taku me Edin, sot prapë e kemi fol temën se sa ofrimi kanë me i pru. Po kjo po ndodh kanë të ardhmen. Po tash po tentojmë bëna. Kismet po tentojmë. Jo, po jap emra konkret për me tregu seriozitetin ton se kur ja nisim me punu për festivalin. Për shembull, kontakti jon me Europë kon shtator. Një muj mas festival, 2 muj pi vjen mas festivalit. Çashtu fillon me një puna. Me një puna, kontakt direkt kemi pas me menaxhmentin, me anëtarët e bendit. Edhe veç s'ka qenë e favosh me data për ata. A pe bojmë edhe një pitch për fund, pse duhet marrë si vjet këtë Kosova në festival edhe këtë Shqiptaria dhe rajoni? Le të bimë veç njëherë ta shohim shkajnë ato po. Jo, ka shumë arsye si vjet. Mas pari, po vinë me një qytet që ka dhonë edhe vazhdon me dhonë shumë për Kosovën, edhe për Shqipninë, edhe për krejt. Edhe po vinë me ngu muzikë mirë, jo muzikë rock, se është bo. Edhe kanë shumë ofër piqarë. Festivali rockut, festivali që e bon kryetari i komunës, kjo është festivali i Prezenit, që na ka dhënë hise dhe kena fat me udhëheq si të tillë. Është festivali joni, i krejt neve, edhe si festivali joni, secili është mirë me orë me po që ato që na pëbojmë. Sinqerisht është një punë e jashtëzakonshme që bëhet për këtë ekipës, edhe në fund kur po kemi njerëz, kur po kemi njerëz që na përkrojnë, jo veç njerëz numër aty, shohim sa shumë ja ka vlerë puna jonë. Tash pa modesti e them që secili për neve gati në mënyrë vullnetare punon për këtë.
organizat për festivalin. Çashtu fillimi. Nuk është që e kemi në mene pse po ndodh, po bile të paktën A ki vend pune jashtë festivalit? po normal. Qysh? A do të me hongër, a do të me pi? Po, sigurisht, nuk diskutohet. Une i nxjerr ato çka doshta, por shikues të mi edhe për veten time për intervistë. Mos kom harru diçka që duhet me cek patjetër. Unë du me cik e me falendëru ekipën mas pare këtë. Të janë njësë për ndritit që është të me mu, e të përfundu të ma i vogli atje, po jarin, po jarë spahijun e kemi pjesë të ekipës, Pashmirin, Elenën, Dejan, Bajagi, kemi ekip që si vjetë edhe vitin e kalun edhe vitin e parë kam punu, e se cili për ty me ka njerë të ma bo halal që mu me dalë për vetës, po do këtë krejt janë të malëshur rrugën. Sozat punës janë normale ato se njeri kur jufton me bo diçka të madhe e ka edhe nervoza. Shumë e vërtetë. Çdo moment. E kur faleminderit që ishe pjesë e programit sonte, na do të jemi patjetër kismet natyrisht me 11, 12 dhe 13 korrik, që është premte shtunë diel, koha më e mirë për me vizitu Prizrenin, ta thon drejtën. Mesi korrikut, veç sholla shijo. Shi do të ketë sigur. Ja, edhe Zoti e do këtë festival. Çka më e bukura, shumë afër qendrës, nuk keni nevojë as për taksi. Mundeni me pa qendër, ju që se keni vizitu Prizrenin ndonjëherë, ose që keni vizitu pjesërisht, mundeni me hangër çebapa, me pi një pije në Shadrvan, edhe me ardhë në shtatë në koncert, ju pret muzika me DJ që tha dhe Koroni drejtori i festivalit Rock and Blues në Prizren, ka muzik, edhe aty ka shumë shtande që ka ushqim pije pa limit, me çmime me të vërtet qesharake për një festival të madh, po ju them sinqerisht, e provoni kur të vini, që jeni të mirësorën gjithë si vjet në festivalin e madh Rock and Blues shënon vitin e 3 kësi vjet. Do të ketë edhe befasi sipas e Koroni se nuk na dha këtë informatat. Po befasia është gjithmonë veç me qenë aty është befasi. Vendi, muzika, skena, pritja, sigurimit, siguria mrena, pijet e lira, ushqimi i lirë, vend për të gjithë, mos me net kështu, vetëm në Rock and Blues në Prizren. E Kuran faleminderit shumë, takohemi me 11, 12 dhe 13, inshallah se fojmë komën në kase. Po unë jam aty si një shtëpi tem, ajo është habitat jem, kështu që ato mos ta egzagjeroj, po unë me mzi pres ato 3. Toni, faleminderit shumë për ftesën edhe njerë dhe faleminderit shumë për mundësinë me ardhur me prezantu festivalin bashkë ashtu që është. Unë iva shumë shtirë për me fol bashkë që është edhe që ka hes festivali deri tash. Shumë faleminderit. Para se të kalojmë tek mysafir tjerë për javën tjetër, patjetër duhet me cek Elemente Betoni, partnerin ton të jashtëzakonshëm të emisionit Tonight, respektivisht podcastit në kompaninë H2O. Ata punojnë me një guri eruptiv, bojnë kocka, terasa, bojnë plane, planifikime, projekte për shtëpi, çdo gjë. Ato kockat eruptive me gurin eruptiv e thitin ujin vetëm 0.01%. Përveç që janë të jashtëzakonshëm në rajon, ata eksportojnë edhe në Evropë. Çka do që keni mendu me ndërtu, që tu në Korishi keni, te Kaboshi, familja Kaboshi i ka gjitha. Shumë afër Prizrenit, pra. Shadrvani, qebapat, pijet, pritja madhështore, pamja mos flasim me trashëgimisë kulturore dhe historike, koncerti, festivali Rock and Blues në Prizren, edicioni i 3, edhe shkoni i merrni furnizoni të Ylber Kaboshi atje të Elemente Betoni për gjitha çka ju nevojitën. Natën e mirë, takohemi javën tjetër. Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria.